Presidenti Bajram Begaj uroi të gjithë besimtarët ortodoks për një Pashkë të bekuar për të gjithë besimtarët, por edhe për mbar shqiptarët, duke shprehur mesazhin e tij në këtë ditë të veçantë. Jam sot shumë i gëzuar që gjendem në Korçë për të uruar nga Mitropolia e Korçës gjithë besimtarët ortodoks gëzuar Pashkë. Qoftë një Pashkë e bekuar për gjithë besimtarët, por edhe për gjithë shqiptarët. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka uruar besimtarët ortodoks për festën e Pashkës, duke e cilësuar si ditën e shenjtë të ngjalljes së Krishtit dhe një moment reflektimi për vlerat morale. Në mesazhin e tij Berisha shpreh dëshirën që Pashka e ardhshme të festohet pa të keqen e madhe, e cila ka prekur vendin vitet e fundit, duke përcjellë një mesazh shprehse dhe ndryshimi. Besimtarëve ortodoks dhe të gjithë besimtarëve të Zotit, ju uroj këtë ditë Pashkë, ditë e shenjtë, e ngjalljes së Krishtit të mbret, burrit, hyjt, që me mësimet e tij ndikoj më shumë se kushdo tjetër në moralin e qytetërimit perëndimor. Uroj që Pashkën tjetër ta kremtojmë pak të keqet më të madhe që na ka rënë hise këto vite. Gëzuar.